Të nderuar bashkëdhetar, deshta misqarin, ju lutem për mirëkuptim. Unë jam këtu në Gjermani, në spitalin Helios, jam duke u trajtuar nga një smundje rand kanceri i keq. Faktikisht psyshi erdhe kanceri i keq. Kanceri i keq ka ardhur prej jo kujdesit tem personal po edhe të mjekëve. Unë patën thonë që ki nevojë për me bo një vezë, ka pas pak hajtje, si buro, por faktikisht e shtym ato prej qershorit në shtator. Unë e kisha dhimbë dhe shkojsha shpesh në emergjencë për me kërku ndihmë, ata më thëshin jo, se shtyhet. Faktikisht unë përdorsha ibuprofen. Përdorja madhe e ibuprofenit bën rritjen e qendrave limfatike. Në njëjtën kohë mu kishte emëru gurin në veshk, cilën ta nuk e kishin zbulu, se s'kishte mundësi mu zbulu ajo, sepse i kishin muhabeti, se ishte problemit e dhe dhimbët ishin aq të mëdha se që une kërkoja ndihmë. Pasi që shkova disa herë në emergjencë, ata nuk më stacionuan. Dhe kështu që rastisht unë shkova bona edhe një MRT-ja dul që unë s'kam kur gjo, se qetë gurin, unë e disha që gurin e kam edhe vendosa me arë në Gjermani për me bo. Me thuj gurin edhe për me trajtu vezën. Faktikisht në momentin unë e kisha vu veç një shinë në Kosovë për derdhjen e ujit pe veshkës. Sa erdha këtu, shpejt e shpejt morën veç ma ndrun shinën pa kontrollu mirë. Gati 21 ditë ka shku për me kuptu që është guri aty me dhëmbje të mëdha kom përjetu. Gjdo paracetamol është ndalu me rrëpsisht kur ka njëri probleme me veshk edhe me mëlqi. Po këto le ta din tjerët, sepse mjekësia ka ardhur vetëm marketing, dhëmbjet që përjetova unë këtu, i lutem Zotit që asarmiqtë e mi mos t'i përjetojnë. Për këtë arsye në shumë vite e marrë me hulumtim për me gjetë një rend ri botror ku njerëzit nuk varen nga mjekësia dhe nga armatimi, po nga bioturizmi, që njerëz me mujt me pastru trupin, organizmin, mendjen, dhe vendi jonë mu bo vendi shenjtë. Për këtë arsye, sepse edhe fjala e Krishtit trajto tjetrin si vetveten, edhe fjala profetit Muhammed me punë desh me jetën me organizu është ligj, edhe fjala e Ibrahimit, hajde t'i bashkojmë lutit për të mirën e tonëve, edhe profeti Musa, po unë disa herë kam bo thirrje edhe në Kosovë, sa isha, që t'i bashkojmë lutit, që lufta ku do ndalon, të marshojmë ku do në botë. Pre orës 21, dhezën telefona për ndryshimin, t'i kujtojmë gjithë ata shpirta që janë vra, ata fëmijë, edhe të bojmë thirrje për organizimin e ligjeve, rregullave të reja. Qa janë rregullat e reja, ligjet? 21 ditë me ushtru, pastaj 30 ditë ka 7 minuta me veten, me punu veten, me motivu njerëz që i takon se vetveten mi trajtu. 7% tarnat botërore për bioturizëm me shku që mos me met njeri pa tarnat garantu me kash, po keq trajtu as tokë pa punu. Logo energjisë pozitive ku do mu tregtu për edukat pozitive, mu promovu që edukata pozitive mu bëllon të zgjedhore në shkolla. Me listë kurzohet 4 herë në vit, me 21 qershor, me 21 shtator, me 21 dhjetor, me 21 mars, ku do në botë në ora 21 të marshohet, me telefonat dhezën për këtë qëllim, për vetësim, dëgjësim, motivim, frymëzim, edhe gala mbrëmje për bamirësitë të organizohet, edhe forumi për klimën dhe paqen botë 4 herë në vit. Qendra kryesore për majtjen e forumit bëhet Provalla ose Mali i Robit.
Une nuk e di, a muna me mbjetu, a nuk mbjetoj, së është me rëndësi. Me rëndësi është që e mira me do ndritë. Qa është ligjet të reja? Për me qitë me legjë për shamo, gjdo 5 vjetë kjerët kejtë mindërru. Gjdo 3 vjetë mobilet mindërru. Gjdo 3 vjetë fasadat mindërru. Gjdo shpijat, murzu vetë, s'ka nevoj mu bo luft. Po qajen kanë zonë rrugë, gjitha murzu, të reja mu bo. Për këtë arsye, këmë kërku që mu bo banka botërore, edhe Fondi Global i Energjisë Pozitive të Mali e Robit apo në Kosovë. Kjo është një amanet i jemi. Për ju, që cilët, unë mbjetoj, e nuk mbjetoj, nuk e di. Po është me rëndësi që ju me ditë. Edhe unë për shka kom kërku që me 21 tetor në gjitha vendet e botës në ora 21 të shtrujmë lutje, musliman, glishter, artist, sportist, këngëtar, qetë, të e qitë dorën zemë të menu njën i tjetin si vetë vetën me trajtu që të keqe me mjëzime në shru, pasru apo luftu djetër me tre me zametësu, mos me pas nevoj ekonomia botërore më varë pe luftave që është ju më varë. Po edhe regula e shtatë është që t'ja mundësujmë çdo njeri 21 ditë në pushim me shku, me vetën me punu, për bioturizëm edhe ajo më konë kushtetut. Pra ligjet të reja që kurzdojnë mirësinë, duke i respektu, adhuru, nderu gjithë njerëzit pa dallime gjinore, nacionale apo vetare, që me mujtë mirësia më këthyje. Te Mali e Robit pa më bo shetitorja e mirësisë, Fodin Prishtinë, shetitorja prej sheshit Ibrahim Rugova drejt e biblioteka kombëtare që ashtu qyshe këna paraqit disa herë, që ato të bëhet vend turistik, njerëzit për çdo ditë vinë, te biblioteka kombëtare të bëhet qendra kulturore turistike, qendra kulturore tregtare turistike, për mi prit musafirët që prej atujt mi qunë Provall, Vajgor, Rugova dhe ku do të bëjmë qendra kulturore turistike rehabilituese, ta bëjmë shoqata në roja kohës, si shoqata Karitase apo Kryqi kush, po tek ne çdo qendër rehabilituese të ketë, edhe faltore të kishës, edhe faltore të xhamisë, edhe faltore të sinagogës, edhe forma të ndryshme të meditimit. Edhe unë jam duke ushtru për me gjetë një qels, për me mujtë gjendrat limfatike mi zvoglu, sepse u shpëndam të na unë, edhe ajo bëhet veç që se muna mu kanalizu mendimin e Zotit, që trupi jam mu bo veç kanal mu qetsun qatë mas, që mu zgju qelizat pozitive edhe mi pastru, po kjo bëhet edhe me teknikat primaris, po edhe me ritualin la ilaha illallah, po edhe me ritualin në emrin Tatit Zotit Birrit Shejt, po edhe me ritualet tjera, do të tëna ritualet jam këtu i praktiku, që me mujtë vetën me qetësu, vetën me kanalizu me Zotin më lidh, që trupi jam, Zotit tëna të qijat nga trupi jam e mi largu. Dhe për këtë arsye ju kisha lut juve që ta dëgjoni, edhe gazetarët që të më kontaktoni, që të mundemi të keqe me mirësi me ndryshu, që jo mos bëheni nesër viktim e materializmit të mjekësisë, që mi ju qumë me operu pa kur gjuheq, që mi ju lonë të varën, që me mujtë më varësu, sepse sot ekonomia është e varën për mjekve, për advokatve, prej gjithë shka të keqe, për ne jemi të interesum që avokati me konë vetëm 49% edhe gjykatë si me vendos, 51% populli, po kjo bëhet përmes platformës energjisë pozitive, urojmë që te Mali e Robit platforma energjisë pozitive ndërtohet, 3 ndërtesa nga 21 kat, edhe aty të bëhet edhe qendra Mali e Robit kthehet në emrin e mirësi, edhe shqiptarja e mirësisë, edhe njerëz nga gjithë bota edhe te Mali e Robit ta vizitojnë. Po Kosova të bëhet me emrin Dardani, kushtetuta e mirësisë ta aprovohet, në çdo shkollë të zbatohet, që njerëz mësohen mirë me menu, mirë me fol, mirë me vepru, keqen kujna mos më bëhet njëri tjetrin se vetëm me trajtu që të kthehet paqja dhe mirësia në jetën e qytetarëve të ndaj. Ju falenderoj në mirëkuptim, ju presim në bashkëpunim, ju shumë lut, mu mobilizu me 21.
tetor mu qu, tani për çdo shtunet në jetën e bo, që me 21. Pjetor, në këtë bota në komu qu për ne me lëbu, që vëmendja njerit më kësy për ngjarjen e energjisë pozitive, që njerëzit vetëm energji pozitive me pundeshme ku do jetën me organizu, ligjet të reja të aprovojnë që garantojnë barazi, harmoni, dashuri, paqe dhe mirësinë në trupin e njeriut dhe në shoqëri. Ju falenderoj në mirëkuptim, ju presmi në bashkëpunim.